Dakor, fillojmë atëre, Po, fillojmë. Ja, një minut. A, do t'i që qaketën? Po, ta fillojmë të përveshim mëngët mirë. Dakor, t'jemi. Ashtu. Bukur, tani fillojmë. Fillojmë? Një minut. Si me vogël që po t'jap një këshill, besoj se e pranon. Jo, s'ka asnjë problem. Çdo gjë që do t'i themi telespektatorit, do t'a themi me zë të lartë. Bukur, pastër, me zë të plot. Në rregull. Kurse çfarë kemi kështu në një gjë midis nesh, do t'a themi me zë të ulët. Që mos ta dëgjojnë? Po mos ta dëgjojnë tjerët. Ne kemi tona. Qartë, hajde. Dakor, ti. Në rregull, po, tash kush do filloj pari? Do filloni ju apo? Jo, filloni juve, flisni juve se unë më bukur dëgjoj se sa flas. Vërtet? E di sa bukur dëgjoj? Ja. Vërtet dëgjoni shumë. Jo, po më kanë thënë që dëgjon shumë bukur thonë. Po unë jam si populli ynë. Populli ka 60 vjet që nuk flet. Vetëm dëgjoni shkret. Është i urtë. 3 gjëra bën populli ynë që i bën shumë mirë. Dëgjon, lexon edhe beson. Çfarë nuk thon politikanët e deputetët e lartë e poshtë, populli ja, veshët syt edhe gojën hapur. Dëgjoni shkret, është i urtë. I thon shko majtas, shko djathas, ndalon populli, ndalon. Ec mbrapa, shtrihet populli. I urtë shkreti, dëgjon gjithandej, shkruajnë gazetat, çfarë nuk shkruajnë, populli lexon. Po për emocione dhe stres e kemi të gjithme, po puna është kesh para, më i qu, para. Po para, digjo këtu. Sikur të kishim strese, aq pak sa kemi para, dhe të kishim para aq shumë sa kemi strese, dishte për Shqipëria, bache me strese, bache me lule. Studio numër 1 e televizionit, more. Jam një qytetar i ndershëm, i respektuar dhe i sinqert i kryeqytetit. Po shikoj dhe po ju ndjek në televizor dhe e shoh që nuk po mireni vesh me njëri tjetrin. Po nuk ka gjë, mo. Gjë e zakonshme kjo që nuk merremi vesh me njëri tjetrin. Neve sikur jemi dënuar që të miremi vesh për gjëra të këqija dhe të mos miremi vesh për gjëra të mira. Po nejse. Unë jam specialist dhe kameraman edhe operator për filma dasmor. Se ka filma dokumentar, filma artistik, unë jam për dasmor, kupton? E me që shkoj në për dasma dhe ha dhe pi dhe marë ca para, merem dhe me videokaseta. Kam një komshie këtu, që është yll fare, në katin e parë. Më është lutur për atë skeqin e fotografit që luajnë ata të Shkodrës, më që luajnë i madhi Tano Banushi. Aman, jepeni atë, edhe një rrugë e 2 punë, i thonë. 2 punë, 3-4 punë. Edhe ju nuk grindeni, edhe programi vazhdon, edhe unë e fus në to kasetat e mia, edhe knaqat komshien. Pa tjetër. Falemderit shumë falemderit. Pa plësën të dëshirën. Bukur fort. Jo. Po pse një gjashojën me këtë? Krejt. Që flok kaqorel. Me 2 vetulla. Me 2 sy që me t'jellë dekun. Dhe hunën këtë madhe krejtësi jo. Ja në me hunën që më duhet hunën. Shiko me i shoqë që shiko qik ma thallë. Po si t'ja bëjmë të shikë? Që tush beti me du fotografin? Po s'rashtushim me që t'ka fotografu. O tushi! O tusho! Hajde herë. Hajde herë tushi se këtu ma ka. Shërkemaj për besemi të zhvillu filma pashtë.
Këtu më kas. Kush na kërkoi neve? Juve na kërkuat neve? Jo, neve nuk ju kërkuam juve për fotografinë që juve na keni bërë neve. A neve juve? Si është problemi, bibe? I kam dhënë një 50 fotografi. Po pse nuk i merr? Nuk bine të marr asnjërin. Po pse nuk i merr? Si ti më pëlqen fotografitë e mia, unë du fotografitë e mia. Po ti kush e di edhe je? Ku e din? Po si ku jam më ku e di unë më po, unë jam Me të lutem, ne ma që ngatrojmë problemin, bibe të lutem. Tu ka rregull, tu ka shërbim për pik, jemi rrëpat me shërbim kulturus. Ju do të mjetni mu vetëm kuptan kuponin, edhe zgjidhet problemun, se marrë veç... Kuponin e ka kja shosja? Kuponin, bibe. E kam shkymër, e kam drejt. Pa pse maj, bibe? Nuk lexohet fare. Pa nuk ka rëndësi kuponi. Kuponi s'ka rëndësi fare. Ju vetëm do të më thoni mu se me cilën keni dalë fotografi, edhe zgjidhemi se janë fotografi. Në rregull, kam dalë me gru dhe me 2 fëmijë. Shumë të rregull, po më thot. Ashtu dhe. Si keni qenë? Mirë, si keni qenë ju? Mirë, jo, si keni qenë në kuptimin e fotografimit, si keni qenë me musteshe, pa musteshe. Pa musteshe, mërë Pa musteshe, në rregull, pa musteshe. Po, gruaja... Me musteshe. Pa musteshe, mërë E në i dibe, ma se nga drojnë e lutem shumë. Të falë, fëmijët, si kanë qenë? Jo, mirë kanë qenë, pa fëmijët si këni pashe. E unë mirë, falë. Unë nuk kam fëmijë, ma shakit, ashtë të lutem shumë. E unë gjitha din se unë jam beqar. Lutem shumë, ma se nga drojnë këtë qeshte. Të me thamë, fëmija si kanë qenë në momentin e fotografimit. Si kanë qenë nga ana psikologjike, si kanë pozu, kuptana Si kanë pas mërqanë të gëzuar, të qeshur. Kështu do të gjeni me njëherë. Kështu gjeni. Ma ne gjakë, ne objekt dhe gjakë. Ka pas, vajza ka pas një vapor të bukur plastik, shto? Bukur. Djali ka pas një majmun. Shka nevoj, e gjenë për jenë në përmjet majmunit. Shfar majmunit jeni? Se nga thome, veç ka dashë, se tu kemi repart shumë të regullt, me shërbim kulturor. Shfar ngjyret ka pas majmuni? Shfar ngjyret, dhe se majmuni ka pas një lloj ngjyret, edhe këtë lloj ftyrët. Ka qenë majmun blu. Më bëbëve të lutem shumë, më së ngatroni shoki dashëm, se këtu nuk kam duket a bam duket, tu kërkohet saksi, tu kërkohet rregull, se jemi repart i specializum që shërbim në kulturume. Gjithë mos e zgjashim, si e keni emrin? Urna? Emrin? Qenë durim molli e kam. Prish punë, mjaftojnë vetëm 2 minuta durim që ta zgjidhim problemin të gjenë fotografim. Bibe, ma gjenë një cent durim malë, të më thamë, një cent. Me që. Më falë 1 minutë, se mos e keni rasisht emrin Can. Jo, ma ti, cënër cen. Jo, se ka emrin, që e kanë edhe cuf, nuk e keni cen. Cen nuk e ka, cen ma tjetër nuk e. Cen. 421 cen. 421 cen urdhër. Ja, ku keni cen, 421. Urdhër i shoket e shumë, dhe se ba gjithë kjo shumë. Ashtu dhe. Po jam marrë gjanë, nuk jam unë këto marrë. Se nuk jem... Po jam marrë për ku janë fëmijët, ku janë fëmijët. Na gjenë një cent tjetër me fëmijëve, vetë të na gjenë me 2 fëmijë aty. Ashtu, ja, ku keni cen me 2 fëmijë, ta shi shoket. S'keni nevoj, ta shi. Njërë më prish, pa s'keni nevoj me po, futën zarf, bibe, gjenë zarfin, një shokot zarf, edhe më shokot e marak. Ashtu, qëtë e kënë paun, nuk keni nevoj. Pa jam Allah i dashtur, ja, kjo personin midis, duhet jetë gruja e uj. Këta 2 pleshtë, do më thonë këta 2 personat, anash duhet jetë fëmija dhe marrën puna, bërë Po unë ku jam unë? Ti? Ku jam marrë unë? Ti? Po ku nuk e ti se ku je, unë dhe të gjenë se ku je. Po pëse marrë shokit, unë di të qeke me pretendime shumë, grunë të gjeta, fëmit të gjeta të kimon të më. Mere marrë djali mirë, mere të djali mirë, edhe hajde një herë tjetër, do t'ju bajnë një fotografi shumë bukur, edhe mirë që t'na vini, mirë arshit. Mare, në rast se më shifni, e në rast se ju vi, ma zi ma bafshi. Interesant janë, interesant persona. O duan fotografinë e vetë, o nuk shkulen nga dyqani fare. Bukur, a? Shumë bukur. Cili është mendimi juaj për partitë politike shqiptare? Mendimi im është mendimi më i mirë për partitë shqiptare. Njëra parti më e mirë se tjetra. E kemi thënë dhe para 50 vjetësh. Çdo ishim ne pa partinë. Do ishim çoban maleve. Kupton ajo? Çoban maleve më çup. Po, 3 milion çoban. Që do kishim nga 100, nga 200 kokë dhënë. Edhe do kishim 300 milion dhënë e dhi. Ku do ta çonin gjithë atë lesh? Ku do ta çonin? Mishin thuaj ti pa. Po lere mishin, se mishin dhe hanë partit, leshin a mbetet neve. Jo, unë kam dhe një urim, një urim që më del nga zemra. Të narojnë
partit sa male tona. Megjithëse kemi më shumë parti se sa male, po disa parti let në rojnë sa kodrat dhe sa brigjet. Alo, prap ju? Alo, të më falni, jam prapa i qytetari sinqert i krye qytetit. Të lutem shumë, se mase po u bie në qafë, po edhe mua më bie në qafë. Kam atë komshien lartë në katin e tretë. Të lutem shumë. Ajo vdes për atë Edi Ramën. Për atë Haxhi Ramën. Po regjizori e stradës Durrësit që ka shkruar atë skeçin Sheqer, Sheqer, e që e luan Fadilasa. Ka mundësi ta jepni atë? Me që dhe neve na pëlqen ai skeç, po ja u plotsojmë dëshirën tuaj dhe të komshies tuaj. Po patjetër, patjetër. I kam të shënuar atë gjitha. Okej. Shumë mirë, pa. Ha, si të duke dhoma, Shaban? Shumë bukur, jashtëzakonisht mirë. Do të kënaqen ata të kolektivit kur do të vinë, Edhe pijet dhe ëmbëlsirat i kam bërë gati. Besoj se më kanë dalë të mrekullueshme më kanë dalë. Do na bësh konkurrencë, grua, pasi ne jemi punojës punishës së ëmbëlsirave. Unë nuk di ti bëj se ju, pasi ju me atë punë merreni çdo ditë, por diçka kam bërë edhe unë. Ashtu është. Në mes të atyre që do vinë sot ka dhe punojës që punojnë në repartin e biskotave, llokumeve dhe karameleve. Me një fjalë, grua do jeni mysafir tëmbël. Zohemi. Ata janë. Mirë? Shumë bukur, shumë mirë. Urdhëroni. Mirë se u gjeta. Valbona, mirë se erdhët. Mirë se na erdhët. Jezbona. Na erdhët. Dauti. Mirë se erdhët. Faleminderit. Lushi. Mirë se erdhët. Shakaxhiu jo. Hajde, urdhëroni. Torja. Urdhëroni. Urdhëroni. Shumë mirë. Mirë se na urdhëruat. Tani, në emër të kolektivit punishtes, një dhuratë modeste nga reparti i biskotave, llokumeve dhe ne 2 tollumeve. Jo është përblefshim në gëzime. Taksoni. Taksoni, Shaban. Bukur e paske ma. I kompletuar. Dy guzhin keni Shaban, ë? Sigurisht. Urdhëroni. Shumë mirë. Këto gotat me lëng të bardh kanë raki, kurse këto kanë pjetëm. Unë po marrë këte me lang të bardh. Ajo bëftë mirë. Urdhëroni. Faleminderit. Jo, dhonë të bardhin. E po, mendova se ju si më i ri që jeni kështu. Ska gjë. Urdhëroni. Unë po marrë pje në ëmbël. Ju bëftë mirë. Ha, bra që pas ka qenë. Edhe unë vdes për lëngjet bardha. Urdhëro Shaban. Të rrini me shëndet, Shaban. Faleminderit. Faleminderit shumë. Taksoni. Gjithë të mira. Zuar, Faleminderit shumë. Të shti që mu e shpi të rej, inshallah, po shnoshesh pak Shaban se je pak Shumë kam thonë. Kështu po flitet. Po le pak i topët Shabani kështu po. Do shëndoshëm. Zana urdhëron. Ajo bëftë mirë. Lumshin duart. Mirë se na urdhëruat. Na bo që e fi fort Shaban. Po, kur morëm. Shumë. Me gjithë qef ardhëm dhe më thonë këtu. Shaban se. Urdhëroni karamelet, këto kanë bëvret. Mi largo se s'mund t'i shof mes. Po janë shumë të mira. E di, po largoj. Urdhëroni. Po janë shumë të mira, të amëla të mira. Nuk doja. Urdhëroni. Me sheqer? Po, me sheqer. Mos e mërziti se e ka për sheqerit. E ka si në form alergjie. Te pa i kalon. O, Lushi. Ku kryp? Pa kryp. Po, më falni, po. Pa, s'kemi ande nga puna ju e kështu në përgjithësi, mirë jeni? Me thonë drejten planin e kena realizu. Po, e kena pak atë konsumimin ati të bardhit e kena shpejdoru të ma thonë pak. E shikoj se e keni hargjuar pak. E kena hargju. Shaban, po kjo vajzat e kjo punon në? Po, është punoj shere, tani ka filluar. Aha, e kuptova. Më falni. Një lutë. Vazhdo, grua. Atë dhomën me parket e ke? Po, me parket, po, vazhdo. Urdhëroni llokumet e shtëpisë së re, mos pak theni.
Mi largat lutem. Po janë shumë të mira. E di se janë shumë bia. I kam bërë vetë. I ki po vetë, po s'du mi pa me symis. Urdhroni. Janë shumë të ëmbla të mira. I kam bërë vetë. Faleminderit. Urdhroni. Faleminderit. Ju bëft mirë. Me shiqer? Po, me shiqer. Lushi? Po. Lushi mrap ty? Po kështu e ka ky më nëse Shabanit. Po e përmeni shiqerin, kështu e ka ky. Nëse Shabanit, ma mirë përmeni Zeherin se sa Sheqerin. Po kështë janë ka i të mërshëm? Po që i të mërshëm ka 30 vjetë që punën punisht të melqinave, ma i të nëse Shabanit. Se nuk thua ti që ka 30 vjetë që ha Sheqeri me grushta ka? E zikë në më bala po. Lush, kryp. A lush. Ma e vetin lush. Po përpishëm. Në kap një këngë. Një kënga, një valle. Shumë atmosferë. Valle, mirë thosë s'kena ardhe. Po shiqer kena ardhe. Hajde. Gepute, e shkoj mera maj pak e pute. Shege amel maj si sheqeri. Baba! Lushi! O Lushi! O Shaban! Lushi! Unë se di se den këtë pikë. Po ky pas ka marrë dhej fare. A lush, kryp. Një gjallus, s'pëna len me kënu i kongë mërlus. A mjema, vete keni fajnë ju. S'keni kongë me piperë, në krypër. Me ka troni me... Se më ka po, me konkret bardha, më ka po si me qenë burë nonës. Aj, shkret. I falet të shumë. Keni ardhë për vizit dhe nuk futët asë një gjithë të ambën në vojtë, për nuk ka lezet shumë. Sa të pritën e ke këtë grëmë? Shumë të pritën e ka, po ju s'mullat asë gjithë fus në gojë. Po hangë shvedin një. Mos e mërzit, motër, se keni të vishkeni, ju javke, të vishkeni. Por i gjoni këtu. Nga shpia ime, nuk do të largoheni pa e mbëltuar gojën me diçka. Po mirë, qa doni? Doni torta të ëmbla kështu të mira? Një gjë këtu. A ka mundësi mi thonë me zhatë ullë, se për në i bjën vite për në des lushi? Po mire, pak halë. Me zhatë ullë. Shike pare. Po mire pra, këte se doni, ate se doni, këte se doni. Për qëfar doni ju më shokë? Dum të shi! Që bot, se m'hiku gruja! Se mërla, ku të puno gruja ty? Kere parti të shive! Me brigadir Shejqin! Mjes dule. Një mjes s'keqen dulja? Ma bëj kafe? Kafe? Po si e në vend? Po në gjohë. E du pahile, ha? Jo për një gjohë, po për kuriozitet. Si më janë? Pahile do? Pahile. Ta pa dulja në vend dy, pahile? Ma e gjezëm në dy, ta shofish vetë me sytuj. Kafja. Sheqeri. Regull? Bjerë më këtu gjezmen? Shive. Pahire do t'i? Po. Ku ta fusë ujtën të shiun? Mirë dita. Erdhëm ne, jemi të obrës e të baletit. Po. Ju kanë da një dhëmë dyshe në kapën e të rejtë. Si dyshe? Jo. Ne jemi 32 vete dhe për të kemi tërguar telegram. E prana? Si mas telegrame për vesë në mërë? Por no, vim me Halilin dhe Heria, dhëmë dyshe kapën e të rejtë.
Ameti, a nuk kemi ne të dy çifti më i lumtur në botë? Po. A nuk gjen në flokët e mi refleksin argjend të hënës? Po. Profili im angjan me skulpturat greke? Po. Portreti im është më i bukur se çdo portret tjetër i galerisë së arteve? Po. Meti, sa bukur i gjete këto krahasime. I gjeta. Meti, tani merre ti iniciativën. Unë? Unë e kam marrë iniciativë. Çfarë iniciative? Të mbaj pastër vendin e punës në ndërmarrje. Ragron, do ta bash me autobusin dhe? Po se në tike? Dele më nëse kuptoj, pse mërzitesh? Po edhe një rrugë kemi nga mbyllim. Apo me ti? Po, për sot edhe një rrugë kemi. More teatri s'na bëre. Kemi 3 ditë varavingo. Habe tërë. Kush është për pipera se tutje le tipi? Hajde, si shteti shumë. Hajde, shumë më në morën, Ua, po këta shumë kanë 2 aktorët e estradës. Po he më shonja dhe buzit teatrit është, nuk e shikon? Juve shoqe? Në Mollas. Mollas. 2 lekë gjysmë ju lutem. Po ju? Shkallës. Shkallës, edhe ju 2 lekë gjysmë. Juve shok? Piteras. Veras, do pjo bilet juve. 5 lek. Shumë mirë. Juve? Po shok më falë, po këto janë bileta teatri. Po era autobusi teatrit. Por e që është autobusi teatrit, unë e shikoj, po shem bileta teatri. Jemi keq me plani, Vlaçko. Jepi shofer, ha? Ja. Po ishe, ku i shkoni? Zbagoni nëna me fëmijë. Një kjo është nëna, një jemi fëmijë. Po, ka fjetër, ka fjetër. Ti tjeta? Ti tjeta. 304 në shlutën. Si o dhëndë? Urnoni. Shoku sportelist. Me që jemi me shërbim turni 3. Po. Ju lutem shumë më zgjoni në orën 5 fiks, sepse me hikën treni. Po shumë bëni mak, në orën 5 fiks, do t'jeni të treni. 5 fiks? Fiks e shkuar fiksi ta mo. Jo, pa kaluar fiks. Natyrisht, pa kaluar fiks. Miru pa. Që një tjeta natë në mire gjumin amel. Edhe e flini pa marak, eh? 5 fiks. Pardon. Shumë kliente, jeni fjeta bazjuar. Jo, isha fjet, tash sa ushqova. Sa është ora? Jo, ora është 2 fiks, por unë erdha që t'ju tregoj se keni edhe 3 orë për të fjetur. Kamarier. Urdhoni? Desha një kafe sade pa sheqer. Sade? Po. Pa sheqer fare. Në rregull. Faleminderit. O kamarier. Urdhoni? Më falni, po kjo qenë ka vetëm ujë. Ta manë pra? Shqiteri në hoqe dhe. Kafën e hekim ne, në rregull jeni bashkë. Më falni, pse mbyllni kaq shpejt dyqanin? Kam arsyet e mia. Arsye në radhë të punës? Kjo është punë për mua. Po mira ata drejtorisë ç'bëjnë apo flenë? Kjo është punë për ta, më shok. Po ç'ku son kemi neve blersi të presim kupton apo jo? Kjo është punë për ju. E kemi lënë tek fushata elektorale e zotit Çakuli, ku ju keni qenë drejtor i saj. A mund të na thoni, kur u nisët, si u nisët dhe pse u nisët? Pse u nisëm? U nisëm për të fituar. Mirë po, tani në fushat kuptohet ka dhe fitus, ka dhe humbës. Sepse ne kudo që shkoni me Filipin, vërtet flisim sinqerisht. Flisim sinqerisht sepse ne jemi, si thuash, humorist, njerëz që kritikojmë, dhe shpesh herë thonim dhe këtë dhe para popullit. Që thoshim që ne
Nuk vim këtu tani që të ushtrojmë rrugët. Ne nuk vim tani që të marrim kazmën apo lopatën, nuk thoshte Filipi, që fillojmë të hapim rrugët ose të marrim të shpojmë një pusë të nxjerrim ujë. Neve vim, kupton ajo që tu themi që të na besoni, neve që fjala jon në parlament të jetë, domethënë një fjalë e cila të zërvend tek qeveritarët. Të zërvend tek qeveritarët e kanë për detyrë pastaj që të vinë, të ushtrojnë dhe rrugët, të vinë të sjellin ujë në fshat etj etj. Mirë, po një doktor në Saran na thash, "Iko, ky popull është mësuar të gënjejë, tha, po se gënjeve, tha, ky nuk ta jep botën." Po dalë më, thash, nuk është ashtu, ne nuk mund të gënjejmë, tha, se ne jemi tallur me ata që gënjejnë, s'mund të gënjejmë vetë. Po gënjeni, tha, doni të marrni vota Filipi, tha. Po zgënjyet, tha, s'keni vota. Edhe në Navaric, në një fshat, vetë edhe çohem unë si drejtori i fushatës dhe ngrihemi, them, "Të dashur miq, shok, vëllezër, i dim hallet tuaja, ju më njihni thash si artist tash unë, por kësaj radhe si drejtori i fushatës të zotit Çakuli, unë po ju premtoj thash që të paktën mirë rrugën, po ujin thash, ujin do t'ja sjellim se zbëni thash." U çuaj gjithë fshatin në duar trokitje, në të qeshura, në brohoritje, në i thashun Filip, thashun çfarë po ndodhi thashun. Më tha Filipi, dëgjoj hajvan tha, se faji është dhe imi tha. Ky fshat tha, jo që ka ujë tha, po ky furnizon dhe gjithë Sarandën me ujë tha. Njela, jo, nuk kisha ç'bënja, kupton, fshati vazhdonte qeshte duar trokiste, ai thoshte hajde çajvan, ky s'di se ç'bëhet këtu. Nëse atëherë unë si me të qeshur se s'kisha ngela ngusht, s'kisha si ta kalonja, i thash, dëgjoni thash unë, vëllezër motra thash dhe bashkëfshatar. Në qoftë se nuk votoni thash, për Filip Çakulin thash, ne një gjë do ta bëjmë thash. Do ja presim ujin fare thash. O votoni për Filipin, ose keni ujë thash. Le ta keni, le të buroj sa të doj ujë thash. Ne do ta presim. Filluan edhe ata qeshën pastaj, duar trokitën përsëri, kështu e kaluam edhe këtë ngjarje në ujit. Në ngjarje tjetër? Kurse ngjarja tjetër ka qenë me pleqët e Leshnicës. Ishte Leshnicë është fshati, domethënë më i largët në zonën e burgut të Sarandës. Kur vajtëm atje 2 orë, ca 3 orë me makinë për gurë, dhe vajtëm atje prap atje gjang gjing njeri. U futëm në klub atje, shikojmë neve një 7-8 pleqë. 4 ishim në një vend, kështu edhe një 3 ishim në një vend tjetër. Hymë brenda ne i përshëndesim, sa ulemi te një palë se 2 tavolina ishin atje, ai banakeri rinte kishte nxjerr kokën atje na përshëndeti fare, ai s'dinte shqipi, vetëm greqisht fliste ai. Tunja tjetër i thamë ne, tunja tjetër kur na hodhën nga tavolina tjetër, thamë, Ktheja, janë socialistat, ne jemi demokratët. E dini që Filipi, domethënë, ishte i propozuar nga Partia Demokratike. Po i thash unë, po pse atë, hajde të bashkoni. Jo, tha, ne kemi 3 vjet, tha, nuk flasim me ata fare, tha. Po mirë, thash unë, ka njerëz të tjerë këtu? Jo, tha, ne jemi, tha. Laj, tha, ne gjithë kanë ikur në Greqi, dhe po mirë, thash, 7 veta jeni këtu, dhe keni 3 vjet pa folur, thash unë. Po çu duan juve zgjedhjet e çu duan partit. Hajde thash unë, bashkoni këtu në tavolinë. I tha dhe Filipi, filluam aty bëm humoru, kënaqen, ata filluan muhabet, ore po mora vesh për djalin tënd që ishte martuar, nuk e dinin ata fare se çfarë që ndodhen në familjet e tyre. Po do e mos. Por po shiqyr që erdhët juve tha që po flasim tha se për ndërthin e do vazhdonim edhe mbas zgjedhjeve mos flisnin fare tha. Alo, ne jemi prap qytetarët e sinqert kryeqytetit. Na falni se tani u bëm edhe si miq, po tani u bëm miq. Dgjoj, të lutem shumë. Në këtë videotekën time, më mungon ai skeçi i Estradës Fierit, ai që han reçel me garrush dhe që pin kafe me tas. E pëlqen dhe ajo komshia e katit 4. More, sa komshi ken pallati? Jo, ma komshi e ka sa duash pallati, po, ashtu që janë të bukura fare, që më pëlqen dhe mua 6 copjan. Po mirë, ju ja dhuroni, apo i shisni këto kaseta? Nuk shes, jo, unë vetëm ja u dhuroj dhe ato më dhurojnë në 1 lek, ja vetëm kaq. More, mos je gjë pirati? Po është fjalë e rëndë kjo piratët e bardhë. Piratët janë në det. Mi dëgjuar të flitet shumë për globalizmin. Ç'është ai? Dhe pse është i papëlqyeshëm globalizmi? Le ta them për një moment sikur disa në ndërmarrjet tona të prodhonin vetëm nga një artikull, me të cilin ato mund të realizonin planin global. Për shembull, të na falin ndërmarrjet do të përmendim sepse nuk e kemi me to. Për shembull, fabrika e porcelanit të prodhonte vetëm tasa porcelani, edhe jo filxhan, pjata, servicio, ashtu siç prodhon vazhdimisht. Ose uzinat metalike të mos prodhonin lug, pironj, tava e të tjera, por vetëm garuzhde dhe tenxhere. Ç'do të ndodhte? Ja ç'do të ndodhte.
Le ta them për një qasë se jemi në familjen e Agim Shpatit. Unë kam marrë shtëpi të re. Sot kanë ardhur të murojnë shokët dhe shoqjet e punës. Të gjithë më kanë sjellë nga një dhuratë simbolike. Tani mirë do të ishte që dhuratat të ishin të shumëllojshme, kuptohet, ëh? Po, shtim është ndërmarrja e prodhimit artistike ka prodhuar vetëm nuse muzikale. Droni, mirë se na ardhët. Rrugshin këmbët. Na falni se ata të një shqeqit e kanë realizuar planin vetëm me kanat e ujit. Kështu që nuk kemi ku pa qeqit të lloshime. Ordrani dhe nga një pije. E po misërët, mirë sa të gjerë. Ne nga një luk likor, nga një garushde, e ka për Vasilika. Të lëmë që dorë, Vasilika, e pas ke qatë. Ka edhe më mirë. Jo, mirë. Mira, Vasilika. Bëf mirë. Vasilika, kuj vendosi tërë këto garushde ju? Se ne në familjen tonë të them të drejtën e kemi problem. S'na i merë bofeja? Jo, e drejtë është, po ne kemi zgjidhur të problem. Në depon e druve, kemi spostuar drutë dhe në vend të tyre kemi vënë stiv garushde. Shumë mirë pas e shkollë më djam. Ati do të vedon. Ashtu pa e ashtu. Vazhdoj vajza me këtë. Ja se vajza po bën kafet. Ku i bën një kafet? Në tenxhere. Bëhet shumë e mirë. Vasilika ja ka marrë dorë. Ne i bëjmë në kazan në rakis. Dal në aromatike. Shumë mirë. Sa pak harxhonin në ditë Agim? Po, kështu në ditë zakonshme, harxojnë në 20 pako. Kemi një se be, pastaj 20-50 pako shkojnë. Tu e një këtyre miqve mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Shina kanë në lojnave. Tani shkoni të zhvishën e hiqni këpucët dhe lama. Natë mirë. Edhe këta të këpucëve mirë tu edhe me planin civil. Po. Urdhroni. E po gëzuar. Gëzuar qofshi bëf gëzuar. Remi gëzuar. Faleminderit ju bëf të mirë. Gëzuar, faleminderit. Gëzuar qofshi. Ju bëf të mirë. Na falni se ne të dy e pim të ëmbël. Mirë to. Të lutem mos e shiko orën, s'o deri këtu. Jo, Maria, nuk e shikoj për atë unë. Unë e shikoj se kafen e pi nga dal unë. Kështu, një orë gjysmë nuk shkon tasim. Kështu në shkon gjithë. Hajde, drejt. Sikur kishte më tepër lezet kur e pije kafen me nga ato të voglat. Hamana kemi nga ato si topa të vegjël me bish nga mrapa. Ti thua për ato? Pritë në duhe ka. Ato me bish, me lulana. Bidon! Jo. Kavanos? Jo, mori, jo. Stjas? Jo, mori, jo. Kup? Jo, mos. Po, ta që përiste nga një dhe barë, ka pini kafe për një qef, aty qefis. Çfarë ti dhe sot? E premte. E premte, shtunë e diel, të hanë me zë gjumi tani. Tëra ditë nuk flion. Në syri na, për gjam.
Alo, përshëndetje nga populli sinqert i kryeqytetit. E fundit, nuk të shqetësoj më. Të lutem shumë edhe ata parodistët e Vlorës, që të kënaqë atë komshien e katit të pestë. Të lutem shumë. Vdes ajo për ata parodistë e Vlorës. Po ta plotësojmë dëshirën ty dhe komshieve të tuaja të pallatit tuaj, duke sjellë përpara ekranit parodistët e Vlorës. Dhe tani të nderuar spektatorë dhe telespektatorë, le të organizojmë së bashku një konkurs nga festivalet e këngëve në radio e televizion. Verse kësaj radhe këngët nuk do të dëgjoni të kënduara nga këngëtar profesionist, por nga 4 parodist. Le ta fillojmë konkursin me këngën A do të vish. Muzika Osman Mula. Tekstin e kanë shkruar disa qytetarë këtu që kanë mbetur pa dru. Hasbi! Hasbi! Qke? Të erdhënë? Kushore? Të trutore? Jo, pyete nga qaniu. Jo, qani! Qani! Të erdhënë? Kushu? Të trutore? Unë ato po presë. Pjotët nga Kadriu? Jo. Po foli. Kadri! Kadri! Hajde. Të erdhënë? Ku që erdi? Të trutore. Vetë fusha kështë vetu. Jo. Prit goma, të pipa. Ofto të shumë, ngris dhe acar, akoma drut, si kemi marë. Qysh do na vej, ky halli jon, po presim kot, këtu në balkon. Unë do t'i pres kur do që t'vin, se ngri u plaka, dru kërkon, s'mund t'a kuptosh këtë levit, në këto palatet me betono. Kush më tha, se drut nuk vinë, s'me suri gjumi, deri vonë. I thashe gruas, në krevat më prit, sa t'marr komunalin në telefon. Alo, ana dëgjoni, betëm por si kërcun në maj balkoni. Se fshe do t'halli, në çdo qast du po pres, një makin po vjen në kthes. Alo, kur do na vini, dërgoni drut se ngrimo si bitkini. Po se dhën këtë rrit, ne kjo ftonë do na flit, hajde bëjmë gjimnastik. Në një stin të ftonë të ndimi drut të svim me njerë, do t'i presësh në janar, dëngin në prander. Veç kur punët thuren fukur me diçka në ngor, trutën e shtëplit të vinë për njonë. Na thoni kur do t'vin. Vazhdojmë konkursin me një këngë nga festivali 90. Afrim leri këto tutela, po futu drejtën thela. Shumë mirë. Ashtu, dakord. Atëre, Mane, çfarë këngë do të këndosh? Sagapo të dua. Jo, Mane, jo. Ti e di që ajo këngë më shkon mua për natyrë, për shtat, për lezet, për... Do ta këndoj vete se luan topi, ashtu. Më po do ta këndoj unë, se vetë mua mi vetë për dashuri. Ne jemi kot me Ne për dashuri. Ne për çana jepet, ne për Atëre do ta këndojmë së bashku. E mirë rregull. Sagapo të dua. Muzika David Tukiqi. Teksti nga një qytetar, këndon çifti Korçar. Mel për unë të pyeta, tek të sodisja ty me ëndje, si thosh të dua bre, në gjune ma këstënde. Të tash këveti, nga umri tërke. Të dua, të mbyllë të dua, fjallë dashuri. O të mbyllë të dua, o të mbyllë të dua moj për packëm, hajde
Gjena unë të pjeta e re, dhe këshin në mendje, si thonë të dua e re, në gjunën e në stelle. Cose miraviglie, venga une frizie, të dua relaccio, të dua chiara la gioia, relaccio, të dua, relaccio, të dua me një zemër, një menti hanë nga një temër. Përsëri, kjo këngë por në një interpretim të ri. Tekstin e ka shkruar Shahin Tapia, e këndon Qishti Galabria. Qero unë të pjeta, të sotisja unë me andje, si thonë të dua, në gjuhën e satëme. Mucho mirë e fije, venga unë e prisje, të tua, muqone, të tua, janë la përiste. Oh, mucho, të dua, oh, mucho, të dua ty, muqone, I thuaj le satëme. Jo nuk arem si kutoj e doj, vine ju kur në veni, se në një qo ta quri. Jo nuk arem si kutoj e doj, vine ju kur në veni, se në një qo ta quri, se në një qo ta quri. Konkursin me këngën Veç njerë jetoj. Muzika Piro Çako. Teksti Gazmen Baleni, këndon një udhëtar treni. Shoqëron trija e burrave. Ty o tren në dritë të syrit, kur të shikoj, edhe çdo xhami o t'i thyer, në natë meron. Kur shikoj gjitha nga njerëz, ashtu si që janë. Tri vetë mjekra, unë cijet buza, dhe një ritëm të ri, zën kërce, me batanije, të hedhur mas grave, dhe qiu nga jarë, po hynë me repe. Se ky treni në fkon, ka karcema, ukni deri nga të nërkon, do shte veshur trashën grimo si kërcu, po shanë përin e ky treni blu, treni është shumë I fton, të tyrone, plaka të kërcej në rom, ja dhe pak më treni është një qift I ri, ju ka ngrirë buzët për në dashuri, pa, gjama, veshu as pijama, pa, po, që se shkëlloj pijama, viu nga treni, krejte në spitala, moj nëne, Të ndëruar teleshikues, në emisionet tona her pas here, ne do të kemi mundësinë që të shfletojmë faqet e një libri I cili do të dalë së shpejti në qarkullim. Ky libër ka për autor zotin Devole dhe titullohet Unë, Koço Devole, dëshmoj për historinë. Ja, si shikoni e ka fokusuar dhe kamera. Po, ju pëlqenë?
Jo, ma pëlqen edhe pse nuk e kam lexuar ende, të them drejtën. Si të pëlqenin se ke lexuar ende? Nuk e kam fjalën për librin, jo, e kam fjalën për titullin, Titulli, në fakt titulli më duket pak i njohur. Është. Po megjithatë, besoj se nuk ka rëndësi ka përmbajtja, si dhe çfarë dëshmoni të vërtetën. Të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Vetëm pak të korrigjuar, pak të redaktuar, domethënë sipas gjykimit të sotshëm. Ashtu. Po patjetër. Ashtu siç bëjnë të gjithë xhanam. Me këtë libër unë dal përpara popullit tim buri mençur, i zgjuar, i urt, larg pamës. Ashtu siç duan të mbeten histori shumë publicisht, historian, ministra, kryeministra edhe udhëheqësa shtetesh. Po mirë, mund ta lexoni diçka nga kujtimet tuaja, ha? Patjetër, po nga cila periudhë i doni? Si nga cila periudhë, nuk e kuptoj. Si nuk e kupton? Nuk e kuptoj. Po unë mbresat edhe kujtimet, i kam qenë nga koha e luftës së parë botërore. Ç'them dhe unë? Unë i kam qenë nga koha e Skënderbeut, edhe futu thellë në histori. Më fal, zot Devole, po mos jeni pak me temperaturë, mos keni pak hethe se njerëz jemi tash. Jo, e kuptoj ironin tuaj zonjushe, po ju po mendoni se unë po gënjej, Të të bëj një pyetje unë? Jo, të bëj një pyetje. Po ma bëj. Si mendon ti? Sa veta gënjejnë në këtë botë? E di numrin? Sa gënjejnë? Po nuk e di, pse e dini ju? Unë di këtë që në këtë botë nuk ka njerëz që gënjejnë dhe njerëz që nuk gënjejnë. Po në këtë botë ka njerëz që u ecën gënjeshtra dhe njerëz që nuk u ecën gënjeshtra. Si ja për shembull, ti e provon që të gënjesh. Po. E provon nuk të ecën gënjeshtra. E provon përsëri. Prap s'të ecën. Përpiqesh, prap nuk të ecën. Atëherë s'ke çfarë bën, nuk të ecën gënjeshtra, ngjesh njeri i ndershëm. Dënohesh si njeri i ndershëm. Mos e diskuto. Kurse kur e provon dhe shikon që të ecën gënjeshtra, e kupton që ke një farë merite, ke një farë vlere dhe e kupton që bëhesh gazetar. Bëhesh gazetar. Kurse kur gënjen një grup njerëzish, atëherë fillon që të bëhesh pak si kryetar partie. Dhe kur gënjen një popull të tërë pastaj, bëhesh udhëheq shteti pastaj. Fal, po si ta kuptoj këtë zot? Duhet ta kuptosh kështu që të gjithë politikanët, deputetët, historianët, publicistët, estetët, ministrat, kryeministrat, presidentët, të gjithë kanë fatin e madh që ju është dhënë rasti për të gënjur, që u ecën gënjeshtra. Po, nuk e kam fjalën unë për ata që mendon ti. Jo, mua nuk më shkojnë mendje për asgjë. Ja, të shkoj. Ja, të shkoj. Të shkoj për ta. Jo. Jo, sinqerisht jo. Sinqerisht e ke? Po. Po pse ke frikë më? Po nuk më shkojnë në mendje për asnjë politikan. Për atë të shkoj në mendje, për atë. Jo, për asnjë. Për atë dhe për atë. Domethënë për ata të dy. Nuk të shkojnë në mendje. Për asnjë politikan, beton. Pse kam frikë? Po pse ke frikë? Po nuk ka asnjë gjë se edhe unë për ata e kisha fjalën, po nëse bjerë atë librin këtu të lexoj diçka. Bjerë pa. Dije tani. Ky është libri i ëndrave të mia. Po. Këtu unë kam shënuar të gjitha ëndrat që kam parë këtu e 30 vjet përpara. Se të gjithë mbajnë shënime. Po, e di. Për ngjarjet e bukura të ditës. Dhe kuptohet që ato quhen ditar. Kurse ky ka ngjarjet e natës, ka ëndrat. Ky është natar. Ky është natari im. Edhe her pas here unë e shfletoj dhe lexoj dhe kënaqem me ëndrat që kam parë. Përpara kam parë bardhëzi, kurse tani ka kohë që kam filluar të shikoj me ngjyra dhe kënaqem me zi presi të shkojnë kravat. Ashtu vërtet. Këtu ëndrat unë i kam të skeduara edhe i kam me numër për katës. Për shembull, unë kam ëndra dhe jam takuar mbresa dhe kujtime, kam me bura shteti, me njerëz të shquar të kombit ton, me heronj, me shkrimtar, me udhëheqësa, politikan, kuptohet. Kam për shembull takimin me Ahmet Zogun, me Fanolin, kam takimin interesant me Mici Sokolin para se të vinte gjoksin topit. I thash, Mici, dëgjoj, thash, jo, ngulte kam Mici, vuri gjoksin topit, nejse, do ta tregojmë edhe atë. Kam për shembull takimin interesant me Ismail Qemalin para se të ngrinte flamurin në Vlorë. Kemi pirë kafe me Ismailin, u ulëm, u kënaqëm muhabet, i thash pse në Vlorë jo në Tiranë, jo do ta ngren Elbasan, jo tjera, po ka qenë bisedë tepër interesante, ajo. Po mbresa që më ka lënë është biseda që kam bërë me Gjon Buzukun. Gjon Buzukun? Keni njohur dhe Gjon Buzukun? Në fakt, që të jemi të sinqertë, unë kam njohur të jatin e Gjonit, se Gjoni atëherë ka qenë i vogël kur neve bashkë me të jatin i hym me sharit të parë të gjuhës shqipe. Juve? Po. Atëherë Gjoni ishte i vogël, loste me letra, ai nuk dinte se ç'ishte. Po nejse. Tash nuk do të hyj historista kthej mbrapshe tjera, kupton ajo dhe të dalë që unë jam autori me sharit të parë. Po ja lash Gjonit atë. Po le ta gëzoj Gjonin. Po punë e madhe, kam bërë vepra tjera. Takim tjetër për shembull që është interesant, që domethënë do ta beçoja,
nuk e di, her pas here ne do t'i lexojmë. Do të është takimi që kam me këtë teatrin e Skënderbeut. Më ftoi Gjon Kastriotin kalan e tij. Shkova me njerë, sa hyra, ku jeko që devole u quan gjithë princat në këmbë, ishim mbledhur rreth tavelinës, po pinin uiski aty dhe po shikonin televizor. Si televizor? Televizor në kohën e Skënderbeut, çfarë thoni tani? Jo. Po në ëndër tash jo televizor. Po mund të them unë tyja që Gjon Kastrioti, i ati Skënderbeut, kishte Mitsubishi që i binte përdall maleve të grujës. Me makinë? Po me makinë, me kuajt nuk i përdorte fare. Në kohën e Po tash në ëndër, në ëndër, çfarë dua shikon. Jo tash, nejse. Si jeni burra, i thash, a jeni mirë, mirë, thanë. Po ti si je, ç'bën, thanë, mirë, i thash dhe unë. Po tash unë pa i djali, kush është i thash? A i djali im, tha, Koço Devole, tha. Është Gjergji, tha. Thash. A i po luante me shpada Gjergji, me shpada dole pepe. Kalama, 6 vjetë. I thash, a e di Gjon Kastrioti, thash, që a i djali vogël, thash, do të bëhet hero legjendar i kombit shqiptar, thash. A e di thash që a i do të shkojnë në Turqi për 30 vjetë dhe do të vi që andej, do të ndroj dhe emri, nuk do të qojnë më Gjergj, po të qojnë Skënderbe. E di që do të bëjmë hero legjendar, dhe do të bëjmë bustin me bashkë me kalin mund mes sheshit, do të qojmë sheshin Skënderbej. Hapnin sytë gjithë princat shqiptarët, nuk besonin. Ja gjithë dolin edhe. Unë sigurisht nuk mbure, mas nuk e kam fare, do më dhëmë, se unë kam bërë vepra, ashtu. Nese, nuk ka rëndësi, po këto janë gjëra që kanë ndodhur. Unë mund të veçoj këtu edhe takimin më interesantë që ka bërë Ali Pashte Pelena me Blendi Fevziun. E kanë bërë në emisionin debat. Ali Pashte Pelena pretendonte të bëhesh drejtori radio televizionit shqiptar. Jo, e vërtet edhe kjo? Po, dhe patën një debat shumë të fortë me Blendi Fevziun. Bam Blendi e bam Ali Pashaj, bam Blendi Ali Pashaj. Po? Në fund vare, kur mbaroi biseda, edhe Blendi zgjati dorën, Ali Pashaj nxori shpatën, ja preu kokën fare. Ja preu kokën Blendit edhe doli ajo kënga të vranë o Blendi të vranë, trupi në përmete, koka në Tiranë. Nëse tani unë kam plot ëndra të tjera gëtu të cilat i kam me numër, dhe her pas here, kur të dëshironi juve, qofse dëshironi edhe telespektatori, unë jam gati që të tregoj ëndrat e mia. Po, shumë mirë. Jemi dakord. Tani, që mos ta zgjasim shumë, të vë unë një kaset apo ta vësh ti? Jo, po e vë unë një kaset më mirë. Prap ti e? Jo kësa radhe ta vë unë. I sigurt? Ja, ta vë unë. Po je sigur se çka ka ta vënë më mirë? Vërtet pse të ngatrojmë kohën. Është shumë interesante, ja ke për ta parë. Ja, ta shikojmë bashkë. Unë jam. Urdhëro. Ha? Hyrë. Jo, do hyni dhe juve, do hyni pa tjetër. Është një gjë që kemi sqaruar. Do hyni në shtëpi, pa tjetër. E kemi bizeduar. Miru pafshin, se këtam. Më fali shoku, dhe më që përshqetsoj. Mund të ulem? Urdhoni. Faleminderit. Shkatja. Të mersh me shoku Demo. Kjo që më ka ndodhur mua mos i ndodh as njeriut në këtë dynja. As njeriut mos i ndodh. Qetëso. Po jo, se kjo punë ka mbaruar, nuk diskutohet fare, pik muhabetit. Po përpara se të shkojnë gjykat, thash të vija një këtu në lagje dhe tek ju si ndihmës gjyqtar që jeni shoku Demo, sepse unë personalisht për ju kam shumë respekt për këtë kalamajn. Faleminderit. Ulu, qetëso, do një goduj. Jo, të faleminderit nuk. Dhe që kote mund ujë shprerë që në gjesë. Që më shoku Demo, dola tani nga puna edhe kalova nga salla e mbledhje e tuzinës tonë. Kur dëgjoj aty një zë, thuaj yjet si janë zjarr, thuaj dielli u shua, thuaj jeta u bë varr, por mos thuaj që s'do dua. Pra kurioze, hapa e qik dritaren, kur që të shikoj more shoku Demo, por të meshme. Qarpe më shokje. Burrin më shoku Demo. Burrin? Po burrin me një grua, amor. Një grua? Jo, qetëso. Jo, më qa. Një minut, do një goduj. Helëm nuk dua suj. Jo, mirë, qetëso. Çfarë po bën? Gjëra që nuk ndodhin janë më si shoqë. Qetëso, më gjan, qetëso. Lër. Po mirë, po pastaj. Pastaj ajo janë ngulli sytë. Çfarë të ngullur i more shok? Ku t'ja ngulli, më? Frua nga dalë.
Nga dal. E kapi për veli. Një minutë, shoqe, po ma i lutem, ma i qituar, ja po i qituar, pastaj, ja? Pastaj e shtë akoma më shumë. Po s'ka, ju lutem shumë, po pastaj me. Mbau, ju lutem, gjakto, shoqe, jemi në zyrë shteti. Do një gotuj. Ejna. Për nërë nuk kam helm se me gjithë qef, për nuk kam, nuk sinqerisht. Pastaj e lëshoj. E lëshoje? Dhe u largu. E u largua. Pastaj u kthye prap. Prap u kthye, ja, të lutem shumë, shoqe, se jemi në zyrë shteti. Të lutem, shoqe. Po një minutë, po e shoh duar më. Shoqe, jemi në zyrë shteti se na morën një qafë. Po kam një. Gruaja më. Gruaja të qetësome, shoqe, qetësome. Të vjen dur, more. Çfarë kemë? Çema? Me dy fëmijë, more. Po, pse me dy me? Po me tre me kujnë mimosën. Po thuar këtu, more. Po, iku. Po jo me grua. Me sy të mirë, more, po si të vjen dur, more. Grua. Po si të vjen. Po mbau. Po është meshme. Grua, qëtëso. Ta shpjegoj unë si ishte puna. Kjo shoqja. Se shiko si, shpjegoja me. Qa kemaj? Kjo është ajo që po puthej me burin tim. Shto? Shikoj më i mishë e të mori të Kjo që të kalamajme që kjo ishte. Grua! Ku ishe deri tani, grua? Në nëzirë mekanike. Po bëja provë për një dram të re. Dram? Po bëja provë në aktorin kryesor të veprës. Mirë, po mos vërtet, që vërtet? Qa drame ishte? Intrigë dashuri. Intrigë dashuri. Se nuk meri në një me uitja, me një dram për kursime ta. Meri me të intrigë dashuri. E mora veshti me shoqe. Gruaja ime, si urdhëron dhe dëgjoj këtu ti shbëhet ajo. Gruaja ime është aktore në teatrin kombëtar. Edhe bën si regjizore me këto grupet amatore. Vjet për shembull, zon vendin e parafundit. Si vjet kanë shpresë të marrin vendin e fundit apo jo? Vazhdo. Tani kjo po bën prova, e ti e kupton ç'po bëhet. Atje në sallë, buri yt me këta kanë bërë prova. Ti ke kujtuar se po që janë ndoj gjëra me ju. Po që janë ndoj gjëra me ju lutem shumë tash. Shoku Demo më fal, po një keq kuptim, domethënë ta Usjarova më fal. Usjarove dhe ti. Jo. Ç'a kem? Po mirë more që po bëja prova. Po ju more ç'më bënit këtu kështu? Ç'a më bënit more? Ç'a po bëni më? Po ju e po putheshit more. Po putheshit? Po. U puthën dhe mëj? Jo, more shoku Demo. Po të lutem tani se jam nën me kalamaj. Në rregull, më tërë me kalamaj jemi. Jo, me mirë, në rregull. Lutem shumë tash mos më. Dëgjoj me grua, ju lutem shumë. Dëgjoj ti ta sqarojmë. Si është puna? Kjo shoqja. Erdhi atje te dritarja, u bë kurioze, kështu ishte më. Po mor xhamba, më. Hapi dritarin dhe ju pa bënit prova, atje në rregull. Kjo tash ti kujtoj s'kush e di se ç'bëni. Më vjen këtu mua më ankohet. Çfarë bënit ju atje? Vite kjo i bënde këtu. Ishte emocionuar, e humbi. Unë qetësohem, e me ishte çu apo jo? E kapi atje në rol ku po bëje. Vinte kjo më kapte mua këtu. Kapti atje, kjo kap mua këtu. Ti kap atje, kjo kap këtu, edhe ti na kap këtu. Ja kjo ishte e gjithë. Kjo ishte, Po kaq ishte. Aman, more shoku Demo, e po kjo punë kështu. E po të më fali, moj xhan. Ska gjë. Ja është edhe viti i ri tash. Po edhe më sa punë viti i ri, po presim vitin e ri, po më të përmbajtura, keni më besim te burrat. Miru pa. Ditë mirë. Ju lutem shumë tani. Miru pafshi shoku. Miru pafshi. Pas ka gjë. Hiç, po ja keq kuptim pa me më në kokë. Po këtu more, këtu ç'më bëni? Po ç'po bëja? Shoku Demo, po të mëshme. Ju po grindeni për çefin tim? Jo më di shoku. Jo, po kjo është të mëshme. Po nuk grindeni. Po të keqe pajtoni. Aman të keqe shoku Demo se nuk e ke dot shumë. Keme u pajtuam, çfarë Po për çafoni, more shoku Demo. Po jam ja kaç, ç'keti? Më shikoj sa ina që ka të keqe. Po çem kështu e ka, po as busun. Po të gjumi more buri dhe o të amani, më mos më lini kështu te.
Të be mu shkaltare të mërzisi të dyve, të keqe. Puthuni më shokë. Jo, nuk puthem unë. Dale ti, nuk po edhe ka zot kjo zyrë, nuk puthesh ti, po si çfarë do dëmë. Jam unë këtu. Ashtu shokë. Dale me ti, të rregull, do puthim. Mase të hiki unë kështu tani. Jo, me s'ke sike. Neve për këtë punë jemi, të qajmë hallet e popullit. Ullu aty popull, grua qohu. Këtu të vlem. Këtu të shikosh. Jo, grua. Gro. E ma ja, lari të shi ato. Bë unë qik në qefë, të qesh një shikësi qesh popull. Popull. Do popullit të puthemi, edhe ne do puthemi. Po kemi qenë të rinjë, e grua. Dhe budishte. Ujnë e zi kemi nëzirë duke u punë. Aba të puthull që kemi bërë o popull. Kur u martuam, edhe në shtëpi kemi pasur raste që kemi puthur. Ama në zyrë as njerë. Sot me që do populli, do puthemi edhe në zyrë. Ate grua për u gati, me qesh një qik, qesh me një qik, ashtu, Këtu më një popull, Tani, kur puthesh, mbyllen syrt. Mbyllen syrt dhe krijohet një ersirë. Tani atëni nuk e bim dot. Apo jo? Prandaj na ndihmojnë ta shokët e televizionit. Dijoni, ju lutem shumë, sa të them unë 1, 2, këtu më një popull, këtu është. 3, juve do fikni me njerë dritat edhe unë do më thonë dhe ta puth gruan, Gati, grua gati, jo, po, njerë të ty. 1, 2, 3, hajde, mylli ashtu! Hama! Qa kem? Po, mëre më puth! Po të puth, amën? Po unë se ndjeva fare. Po kështu e kam unë këtë në zyrë. Nuk e ndjen ti, po e ndjen populli. Prosperitet demokratik brenda dhe jashtë trojeve tona. Partia jonë ka luftuar dhe lufton me mjetet demokratike të gjithë ekstremizmat në politikën shqiptare. Cili është elektorati juaj dhe sa është numri antarëve? Ta them në fund. Nga kjo luftë parimore dhe ndershme që bën partia jonë, herë na etiketojnë si nacionalist, e herë si legalist, herë si ekstremi majt dhe herë si ekstremi djathtë. Elektorati ynë na njeh ashtu siç jemi. Pra, cili është elektorati juaj? Ta them në fund. Ne s'jemi as majtas, as djathtas. Ne nuk ecim as përpara, as mbrapa. Ne rim në vend, por me shikimin drejt së ardhme së kombit. Veprimeve të dëmshme antikombëtare në uvë
Elektorati ynë është elektorati më i ndjeshëm i të gjithë elektoraqeve të partive si motra. Ai asnjëherë nuk është pajtuar me politikën ekstremiste të dy partive të mëdha. Bile doni ta themi cop, ata nuk janë pajtuar as me politikën e partisë tonë. Ma nuk prish punë. I gjithë elektorati ka emigruar? Po, i gjithë. Sepse partia jonë ecën me sloganin një për të gjithë për një. Iku njëri, ikën të gjithë. Na morin qaf sloganin. Karafil Lëngu, kryetar i PBBF-s. I kanali televiziv? I partis BBF. Bashkimi bën fuqin. Gëzohem. Mua më quajnë Kleopatra. Kleopatra? Kryevepër. Karafili dhe Kleopatra. Si jeni? Mirë. Jo, e kam fjallën si jeni. Beqare apo e martuar, do me thënë si të thrasim, zonja apo zonjush? Po edhe zonjë dhe zonjush, unë jam e ve. E ve? Ka qere? Kryeve. Do me thënë, nuk desha t'u lëndoj, më falni. S'ka gjë pa probleme të flisni. Po si jeni zonjush? Po ju thash që jam e ve. Jo, tani ju them si jeni me shëndet. Mirë, faleminderit, po ju? Jo keq. Kafe, cappuccino, limonat? Whisky. Bukur, whisky. Whisky? Bukur. Kamarier, 2 whisky. Kur ju ka vdekur? Cikli? Buri pra? Po kushtoj që ka vdekur, i lutem. Po më falni, a thatë ju që jeni e ve? Jo, buri më shëndoshe mirë, por është martuar me një tjetër. Unë kujtoj se ky hall më kishte zënë vetëm mua, po vërtet Shqipëria po bëhet le sharapi. Faleminderit. Ja gëzuar. Gëzuar. Tyroj vajza. Faleminderit. Tani, të fillojmë nga puna. Besoj se keni lexuar lajmërimin e partisë tonë që kemi shpallur në gazetë. Po, e kam lexuar dhe kam shumë dëshirë të punoj si sekretare pranë partisë suaj. Vetëm se
Atër të flasim hapur që në fillim unë nuk i plotësoj gjitha kushtet që ju i keni kërkuar. Për shembull, unë kompjuterin nuk e di. Fare? Fare. Fare. As të shtyp një si në makinë shkrimi nuk dini? Nuk kam pasur mundësi ta mësoj. Po mirë, po kompjuter keni parë ndonjëherë? Po sigurisht që kam parë. A po gëzuar atëre besoj se mjafton. Po, ju e dini zoti kryetar. Ndërsa për kursën e dytë për gjuhën angleze, bravo, sigurisht gjithë shqiptarët dinë anglisht. Mos. As anglisht nuk dini? As një fjalë, hiç? Jo, ca fjalë di unë, po mund të them se kam parë shumë film amerikan. Sa filma ke parë? Shumë, kush i mban mend? Ja gëzuar, besoj se mjafton. 1-2-3 filma në ditë më duket. Ja mirë se vini në partinë e BBF-s, Bashkimi bën fuqinë. Gëzuar zoti kryetar, të naroni sa male të naroni. Bashk me ju. Faleminderit. A mund të bëj unë një pyetje tani zoti kryetar? Patjetër flisni pa ndrojtje vajzë, që nga ky moment juve jeni sekretare e kryetarit të BBF-s. BBF. Po ju a jeni i martuar? Jam. Me 3. Jo, me 3 gra, kam 3 vajza. 3 vajza dhe të 3 të martuara. Njëra 28, e dyta 26 dhe e vogla 24 vjeç. Përkatësisht kanë nga një fëmijë. Aha, që keni bërë gjysh atër? Gjysh dhe çfarë gjyshise? Gjysh me një mbes franceze, me një mbes japoneze dhe me një nip meksikan. Duke se po talleni ju tani. Jo, flas seriozisht. Njëra është martuar në Francë, njëra vajzë në Meksik dhe e vogla në Tokyo, në Japoni. Ndërsa jo me gruan në Shqipëri apo jo? Po. Jo. Gruaja është në Gjermani, më fal. Çe qeshni apo? Nuk ka ndonjë gjë. Jo, mund të qeshni, partia jonë është partia hapur. Mund të qeshni se ju jeni sekretare. Jo, më duket sikur po talleni akoma zoti kryetar. Jo, më vjen. Mi çfarë bën gruaja juaj në Gjermani atë? Është martuar me një gjerman. Tani më duket se po talleni tamam. Ne e kam seriozisht. Në shtator të vitit 92 emigrova bashkë me gruan dhe 3 vajzat. Mos më pyet se kam hequr picirin, jam torturuar, kam dalë në Maqedoni, pastaj në Kroaci, pastaj në Sloveni, pastaj në Itali, pastaj në Zvicër dhe përfunduam Gjermani. Po shqyr që kudo na janë gjendur vlezrit. Kudo na kanë ndihmuar vlezrit, na sistemuan, na dhanë punë, na dhanë për të ngrënë, për të pirë, edhe kaq. Bravo, vlezrit tuaj apo të gruas? Vlezrit kosovar. Një minutë, falë, se po bie telefoni. Alo, urdhëroni, po kryetari i BBF-s. Po, patjetër kam harruar, falemderit, ja po vi me njerë, falemderit. Po, do më falni, po, gëzuar, dhe mirë se vini në partinë e BBF-s, Bashkimi bën fuqinë. Tani unë mendoj që ta mbyllim këtu emisionin tonë të parë, si thua? Unë them që ta mbyllim. Në s'kemi qa themi më? Po, e mbyllim. Në të ato unë kam dëshirë që të thuash diçka ti. Të them unë? Po, na tregosh fundja diçka, që ta mbyllim ashtu siç duhet. Po tani ta mbyllim ashtu siç duhet. Çfarë mund themi në një anekdotë? Po tash anekdotat janë dëgjuar, është dëgjuar, po tani, nejse, unë po mundohem ta tregoj një anekdotë për t'i vënë kapakun se edhe njerëzit kanë punë. Apo s'keni punë ju? Keni punë? Nuk keni, hajtë. Nejse. 3 miq, një Amerikan, një Gjerman dhe një Shqiptar. Po kalonin dhe po estin duke bizeduar në bulevard. Kur ishin tek Rogneri, thot Amerikani, neve në Amerikë kemi ndërtesa shumë mbi 500 metra. Do më thënë mbi, 500 metra të larta. Dale mori tha Gjermani, nuk janë 500 metra të larta. Po mirë më rreth 500 metra. 1 metër më lartë, 1 metër më poshtë, nuk prish punë, tha Amerikani. Vazhdua në rrugën, kur arritën tek ura e lanës, tha Gjermani. Neve në Gjermani, tha, kemi mbi 10 ura, tha, që janë, tha, 1000 metra të gjata dhe 1000 metra të larta. Dale më dale, tha Amerikani, 1000 metra. Po dale më, i tha. 1000 metra, do më dhe rreth 1000 metra, pa. 1 metër më lartë, 1 metër më poshtë, nuk prish punë.
Vazhduan të 3 miq duke ecur, kaluan edhe bulevardin kryesor, arritën tek materniteti. Shqiptari i tha, e shikoni këtë tha? Ky është materniteti ynë, tha. Këtu tha, dje tha një grua, tha, një shqiptare lindi nga goja, tha. U habit edhe Amerikani dhe Gjermani, dale mër dale, tha. Si nga goja, tha. E mo nga goja, rreth gojë, do me thënë 1 metër më lartë, 1 metër më poshtë, tha, nuk prish punë, tha. Të nderuar teleshikues, mbyllim këtu takimin ton të parë. Natyrisht që unë dhe Koço do t'ju japim takim përsëri javën që vjen, kështu që natën e mirë dhe mirupafshim apo jo Koço? Natën e mirë do e mos. Natën e mirë, natën e mirë.